Bismillahirrahmanirrahim. Nga njerëzit e shquar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi me xhennet është edhe Talha ibn Ubaidullah. Talha si një njeri i mençur, i cili në kohën para se pranon fenë islame ishte në Sham. Atje një njeri e pyeti se a ka dikush nga vendi i Haremit. Dhe Talha i tha, po unë jam. Tha, a ka dal Ahmedi? Tha, po kush është Ahmedi? Tha, është një njeri që Allahu ka me përgjedh për pejgamber dhe e këshilloi dhe japi disa këshilla që të kthehet sa më shpejt dhe të pranon Muhammedin alayhi salatu wassalam si pejgamber. Duke qenë i prekur nga këto fjalë dhe nga këto këshilla, Talha ibn Ubaidullah nuk nguroi dhe mori rrugën më njëherë për në Mekë, ku atje takoi Abu Bekrin radiallahu anhu dhe Abu Bekri u bë sebeb që Talha të futet në fenë Allah dhe ishte nga ata që u bë sebeb me u fut në fetë Allah dhe më përgëzu me xhennet. Pra Talha ibn Ubaidullah ishte nga njerëzit e parë, thuajse nga 8 të parë që pranuan fenë e Allahut subhanahu wa taala. Një njeri i urtë, një njeri me merita të larta, një njeri që mori pjesë në gjitha luftrat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me përjashtim të luftës së Bedrit ku ishte në Sham. Vlen të theksohet se lufta e Uhudit pavarësisht sa kishte vështirësi u cilësua si lufta e Talha ibn Ubaidullah. Në një luftë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u plagos, ju thyen britë e tij, ju thyen nofulla e tij. Pra ishte një moment ku muslimanët nxorën lajmin se pejgamberi alayhi salatu wasallam vetëm ka vdekur në atë luftë. Duke ditë vështirësitë e asaj lufte dhe duke ditë provat që i ka plunë në atë luftë, Talha ibn Ubaidullah ishte në mesin e 12 të tjerëve të ensarëve që e mbronin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në një moment të caktuar erdhi momenti ku mushrikinët e rrethuan pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe pejgamberi alayhi salam po thot kush po i del para. Talha ibn Ubaidullah tha, unë ja Rasulullah. Tha, jo, me përjashtim teje. Atëherë doli një nga ansarët, luftoi derisa u vret. Pastaj pejgamberi sa më tha, kush i del para këtyre? Pastaj dul prap Talha ibn Ubaidullah dhe tha, unë ja Rasulullah. Tha pejgamberi sa më joti dhe dul prap një tjetër nga ansarët. Kështu një nga një, cilët diqen 12 nga ansarët. Dhe erdhi momenti kur pejgamberi alayhi salatu wasalam beti i vetëm në atë pjesë me Talha ibn Ubaidullah. Në atë moment, Talha nuk e priti mo pejgamberin alayhi salatu wasalam për me kërku se kush i del para, mirë pa doli dhe luftoi, sikurse të luftojnë 12 për një herë nga ansarët, ishte i vetëm Talha që tregoi tremnin e tij. Në një moment e goditi me shpat Talhën dhe ju prenqe të gjithë gishtërinjt e dorës e tij dhe atë moment tha Talha has, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam tha sikur se me pas thënë ti o Talha bismillah, kishin me të ngrit me lajket lartë dhe njerëzit do të shiqonin se si qëndron ti lart. Pra Talha ibn Ubaidullah ishte njeri më i afërt që i qëndron të pejgamberit sa më afër deri në momentin e fundit, saqë transmetohet se në momentet të caktuara kur e goditnin me shigjeta pejgamberin alayhi salatu wasalam, Talha e kishte kthyer shpinën ka shigjeta dhe e mbronte me trupin e tij pejgamberin alayhi salam, sigurisht ka në transmetim deri në 40 shigjeta pushtiza ka prit duke mbrojt pejgamberin alayhi salatu wasalam. Trimnia e tij nuk ka ndalë vetëm këtu, pra ishte një trim që në çdo luftë tregonte veten e tij, ndërsa në kohën e paqes ishte një njeri i urtë, një njeri që pajtonte njerëzit, një njeri që shpenzonte në fenë e Allahut subhanahu wa taala, një njeri që japi pasurinë dhe familjen e tij për fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe po ashtu ishte nga të përgëzuarit me xhennet. Pra ishte nga 8 të parë që pranuan Islamin, ishte nga 10 të përgëzuarit me xhennet, ishte nga 6 që i propozoi Omer radiallahu anhu për halife pas khilafetit e tij. Pra ishte një njeri me veçori të larta dhe ishte një njeri i urtë dhe i mençur. Ishte një njeri i dashur mesin sahabeve. Pra lufta e Uhudit cilësohet sikurse lufta e Talha ibn Ubaidullah. Pavarësisht kësaj, Talha radiallahu anhu nuk u vran nga mushrikint. Talha u vrit nga dora atyre që e vran edhe Aliun radiallahu anhu, edhe Uthman radiallahu anhu, pra u vrit nga dora e Khawarijve në luftën e Sifinit, ku Alia radiallahu anhu kur e pa Talhën të vrarë, tha
sikur të isha unë në vendin tënd e jo ti me qenë i vrarë këtë luftë. Pra ishte ai që synojnë bashkë me Zubairin radiallahu anhu me pajtu Aliun me Muavien, mirë po ishin Khawarijt që thyen besën dhe e vran bashkë atë njeri që synoi me i pajtu dhe me i bashku safat e muslimanëve, pra vdiq në këtë luftë, në luftën e Sifinit si dëshmor, si shahid, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë për Talhan, nëse dëshironi me pa një shahid që ecë mbi tokë, atëherë shiqajini Talha ibn Ubaidullah.